Dhe ja goca risotën që bëra dje me qershi, si që thash, edhe njera më ka thënë, wow, nuk e kam dëgjuar kur këtë recet, edhe ja e dashur unë po ta publikoj, këtë dëshirë, këtu kam ngrirë gjysmë qepe, si që shikoni, e kam edhe për të skuqur dhe e kam lënë të skuqet shumë pak, sa të marrë të ngjyrën e bukur, pastaj i kam shtuar orizin dhe i kam skuqur të dyja bashkë edhe orizin edhe qepën, i trazoj mirë sa të marrë dhe orizja të ngjyrën e bukur, edhe këtu kam shtuar gjysmat më të shumta të gjysmë të qershive që unë i kam ngrirë dhe i kam bërë në formë kremi. I kam shtuar dhe pak fare vaj ulliri, si që shikoni, para se t'i gri. Edhe këtu ecim dhe i grim bashk me këtë frulatorin e vogël që të krijohet formë kremi kjo gjë. Unë nuk i kisha bërë asnjëherë, po kishte dalë fantastik me gjithmend. Nuk po them një gjë që nuk është e vërtetë. Këtu e kam sfumuar atë orizi me verë të bardhë, e kam lënë derisa vera të evaporoj, të heqi gjithë atë alkoolin e vet. Pastaja i kam shtuar ujë, siç e shikoni, uji ishte i nxehtë. Nuk kisha lëng mishi edhe nuk bëra brodo vegetale, e bëra të thjeshtë. Këtu e le orizin që të ziej, avash, e kam shtuar dhe kripën, unë kam përdor orizin Navioli Nano, i thonë këtu janë në Veneto. I kam shtuar tani, si që thash, ato të qershive që unë ngriva. Dhe ja çfarë ngjyre mori ai orizi. Tu i kam shtuar pak gjalp, si që thash, shumë pak. Duhet i shtojmë, jo shumë sa përshi edhe që orizi mos të ngjitet në digan. I kam shtuar edhe djath. I kam shtuar skarmorca, i thonë këtu në Itali. E trazojmë gjithë që të vijë filant, i gjithë i djathi. Edhe tani i kam shtuar restën tjetër të qershive. Nuk erdhi embële, erdhi, si i thonë këtu në Itali, dolce sul salato, mamma mia, ma ishte me gjithmend fantastik. Edhe burri im që bën një çik naze për ushqimin, e pëlqeu dhe e ngriti gjithë. Dhe ja ku është gati. Ju sugjeroj që ta bëni, normal, ju kërkoj ndjes se qershit kushtojnë shumë dhe këtu tek neve janë shumë të shtrenjta, ishin 19 euro kilja, e mos më tepër, se varet që supermarketi i merr, se çdo supermarket ka ato, por unë mi fali kjo sinjora, po tani që fillojnë dhe këto qershit e tjera, unë aty afër ku punoj, është boti që ka vreshtin e tij me qershit, themi, edhe i shet dhe i shet aty te 7-8 euro kilja dhe unë çdo vit blej aty se i ka shumë mira, i kanë ato qershit e mëdha të zeza që i themi ne bukze në Shqipëri, nuk e di një gjë të tillë, mbaj mend kur kam qenë e vogël. Edhe ja risotto si doli super. Ciao gocani.